Lënia jashtë e Jorida Tabakut nga lista e mbyllur e PD-s për zgjedhjet e 11 majit është një vendim që ka shkaktuar shumë reagime dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi strategjinë e Partisë Demokratike dhe pushtetin e Sali Berishës brenda saj. Tabaku, e cila kishte dalë si kandidatja femër më e votuar në primaret e partisë që u mbajtën më 1 mars 2025 me plot 651 vota, ishte një figurë e fuqishme dhe angazhuar në politikën e PD-s, me një profil të qartë dhe të njohur për luftën ndaj korrupsionit dhe për krajjen e reformave. Pavarësisht kësaj, ajo është lënë jashtë listës së sigurt për Tiranën, duke i hapur rrugë emrave të tjerë, disa prej të cilëve mund të duken më të besuar për Berishën, por ndoshta janë më të lidhur me elementët më radikal dhe më të konfrontuar të partisë. Vendimi për të lënë jashtë një deputete të fortë dhe me mbështetje të gjerë si Jorida Tabaku mund të shihet si një përpjekje e Sali Berishës për të konsoliduar më shumë pushtetin e tij brenda PD-s dhe për të larguar konkurrentët e mundshëm që mund të minojnë autoritetin e tij. Largimi i Tabakut nga lista e mbyllur mund të jetë një lëvizje strategjike për të siguruar që ata që janë të besuarit e Berishës, figura që mbështesin në mënyrë të pakushtëzuar udhëheqjen e tij, të kenë mundësinë për të konkurruar pa rrezikun e rivalëve të fortë që mund të sfidojnë pushtetin e tij brenda partisë. Kjo mund të shihet si një tentativë për të ruajtur kontrollin absolut mbi strukturat e partisë, duke eliminuar ata që mund të kenë ambicie të mëdha dhe mund të rrezikojnë dominimin e tij në të ardhmen. Gjithashtu, ky vendim ka një dimension tjetër të rëndësishëm, që është lidhur me metodologjinë e fushatës dhe praktikën politike që ndjek Berisha. Në disa raste, një pjesë e kandidatëve që janë futur në listat e sigurta të PD-s janë ata që kanë pasur një prani të fortë, jo vetëm në aspektin politik, por edhe në mënyrat e tyre të angazhimit, duke përfshirë përdorimin e metodave më konfrontuese dhe ekstreme, të tilla si sulme fizike dhe verbale ndaj kundërshtarëve politik brenda apo jashtë parlamenti, siç është rasti Noka. Ky aspekt tregon një lloj dinamizmi të brendshëm të partisë ku disa figura mund të kenë prirje të përdorin çdo mjet për të mbrojtur interesat e partisë dhe të liderit të saj, duke pasur në dukje se ata mund të jenë të gatshëm të shkojnë deri në përdorimin e forcës kur është e nevojshme për të sulmuar kundërshtarët. Në këtë kontekst, është e qartë se lënia jashtë e Tabakut mund të jetë një strategji për të përforcuar kontrollin e Berishës dhe për të siguruar që figurat që mbështesin pa kushte autoritetin e tij të kenë mundësinë për të marrë pozita të sigurta dhe për të mbajtur PD-n nën kontroll. Nga ky vendimi i Berishës nuk përjashtohen edhe përplasjet e brendshme mes këtyre të dyve. Ky lloj veprimi mund të dëmtojë më shumë imazhin e partisë në sy të elektoratit të gjerë, pasi mund të krijohet një perceptim se PD është një parti që udhëhiqet nga një grup i ngushtë që favorizon ata që janë të gatshëm të mbrojnë interesat e leadershipit edhe me metoda të dhunshme dhe ekstremiste përkundrejt individëve që janë të angazhuar për reforma dhe zhvillim të qëndrueshëm. Megjithatë, ky vendim për të lënë jashtë një figurë të rëndësishme si Tabaku mund të ketë pasoja negative për stabilitetin dhe imazhin e partisë, duke krijuar ndarje të brendshme dhe duke thelluar përçarjet mes figurave të fuqishme që kanë qëndrime dhe agjenda të ndryshme. Për më tepër, Berisha nuk bëri asnjë surprizë me emra të rinj në listat e sigurta, por duket se ka vulosur pazaret me aleatët, duke siguruar një grup të ngushtë besnikësh që do të mbështesin pa kushte leadershipin e tij.